100 gra të një fasonerie kanë dalë në një protestë mëngjesin e sotëm, para godinës së Inspektoriatit të Punës në Fier. Ato kanë kërkuar një zëri të respektojnë të drejtat, pasi janë hequr nga puna pa u dhënë askush sqarime. Ato pohojnë se një muaj më parë 50 gra të tjera janë larguar nga drejtuesit e firmës italiane me pretendimin se nuk ka më punë, duke mos u dhënë as pagën e plot sipas kontratës. Ne jemi larguar në datën 29 mars, prill, në 29 prill, na kanë larguar ato, na kanë thirrur dhe na kanë thënë që nuk ka më punë dhe nuk ka më fugon për ju dhe s'keni me çat vinin punë, se s'kishni me çat vini. Dhe kështu që do largoheni, do t'i marrim lekët, do t'i mirni kur ikëm. Na tha dhe përqindje me sa përqind kishim dalë dhe lekët do t'i mirni na thanë. Dhe me këtë arsye ju do largoheni nga puna, nuk na dhan as letra për të firmosur, që ti po largohesh nga puna se ke drejt firmosësh, as një gjë. S'ke nevojë tha ta firmosësh, se i firmos ekonomisti apo ajo tjetra. Kështu na e kanë sqaruar pjesën e punës, nuk ka më punë për ju. Si, kur ne largohemi nga puna, duhet të japim një muaj dorëheqje, domethënë duhet të lajmërojmë një muaj përpara, kurse këta ne nuk na lajmërokan dot. Dhe nuk na japin as lekët. Këto zonjat kanë vajtur sot dhe i pas kanë nxjerr për jashtë, ai pas ka shtyr ai. Flori dhe ka thënë. Po, kemi ngelur, na kanë dhënë vetëm 300.000 lekë, kur ne pagën e kishim më shumë. Ndërkohë 100 gra të tjera protestojnë për kushte të papërshtatshme në punë dhe ulje të pagesës